Kemi në lidhje të drejt për drejt Valdrin Shkodrën. Përshëndetje, Valdrin. Përshëndetje, Kushtrem, përshëndetje, Kaltin. Përshëndetje, Valdrin. Unë kove të fundit kam shumë probleme me muskuj që ka kujt besojën disa ushtrimeve. Sa mundën që ushtrimet ndoshta ta sjellin dhimbje të muskujve? Shumica e probleme, 90% shumica e probleme muskuloskeletare munden më ndërlidh edhe me funksionin e organeve të brendshme. Ashtu mundet me qenë muskuloskeletare sa i përket në rast se nuk ka qarkullim duhur në atë pjesë, për shembull qafa, shpatullat kudo qoftë, po secili organ reflekton në një pjesë të ndryshme të aspektit muskujve. Në rast se për shembull ke problem me mushkëri, ai reflektohet te qafa, ke probleme me veshk, reflektohet në këmbë, reflektohet problemet e mëlçive reflektohen krejt gjithmonë me sy. Çdo problem i syve është 100% i problemi i mëlçijes. Për shembull, shumica e gjanave që unë trajtoj, 99% i trajtoj probleme të cilat janë kronike, cilat kanë bërë terapi me vite pa arrit në harmoninë që e kanë pas para se me ju ndodh. Sepse problemet, si që thash më herët, në rast se gjeneza është te organet, është pothuajse e pamundur nëse e trajton lokalisht të e fik si sinjal momental, po brenda shumë pak kohe ai rindezet prapë, se gjeneza është te organet, sikur problemet muskuloskeletare, sikur ankthi, depresioni, friga, problemet e stomakut. Çdo problem i cili është i pjesës fytyrës është problem i stomakut. Për shembull, shumica e problemeve vijnë prej problemeve të brendshme që reflektohen jashtë. Dhe gjitha këto ndodhin si pasojë mos aktivitetit, mos shumica janë dhe problemet të cilat mundesh me lind me dopsi, për shembull në traktin digestiv, e mandej në rast se nuk ke njohuri se ki dopsi në trakt, me ku ato mandej reflektojnë në simptoma shumë të mëdha. Gjatë të cilat pothuajse tash janë shumë shpeshta, aspekti mental, aspekti fizik, emocional është shumë i shprehur kohët fundit të shumica e personave. E këto krejt Çka bën për shtypje Kaltrin është që Valdrinit i ka mjaftu një foto e jemja në storje, edhe më ka reagu me njerë, ma ka nxjerr diagnozën. Në bas të një foto, Valdrini ka qenë në gjendje. Çfarë diagnozë më kite? Tash na shpjegon, Valdrini na tregon se çfarë problemi kam. Me një foto Valdrini më shkruan. Unë komendu që e kitë okej? Së kine problem? Një foto që kam publiku në Instagram, Valdrini me njëherë ka reagu edhe më ka ardhë me diagnozë. Tha, më shnetkën e ki mbi funksion dhe e ki në disbalans të stomakut. Do më thonë, kjo është diagnoza që Valdrini ka arritë me nxjerrë në basë të një foto. Qka duhet me boqë, që duhet më trajtu? Përmes akupunkturës, akupunktura është në gjendje me lëviz gjakun, me qu gjak, me tonifiku, me lëviz pikat energjetike ku ka blokim. Për shembull, në rast se temperatura normale e trupa duhet me qenë 36.5 gradë Celsius deri në 37. Të çdo trup, qelizat kancerogjene janë, po ato zhvillohen në temperatura më të ulta. Gjatë që për shembull te ne nuk absolut kërkosh nuk e din, është përdorët si shprehje, këtë gjithmonë ka pas të ftohtë ose ashtu, po ato janë disbalance. Apo kupton, gjithçka duhet me qenë harmoni, sikur temperaturës, sikur qarkullimit. Në momentin që nuk ka qarkullim në mëlçi, ai ka më reflektu automatikisht te syt, ke me pas lodhje të syve, ke me pas nxehtësi në sy, e tjera ashtu. Në rast se për shembull ai kundërta ke me pas temperaturë, mbi temperaturë dhe nuk ki jen deficit, ki problem të çdo organ e ka nxehtësinë edhe ftohtë që bashkëpunojnë. Secili organ është i lidhur me njëri tjetrin. Ki problem me zemrën. Kur jemi tek temperaturat, këto shajat të cilat mund të shfaqen edhe tek gjymtyrët, kemi
raste, spaku të gjithë prej ne kemi rastis me dëgju dika që thot gjithmonë i kam këmbët e ftofta ose gjithmonë i kam duart e ftofta ose e kundërta i kam duart gjithmonë të nxehta me ndjersistin. Çfarë shaja janë këto? Çka mund të tregojnë këto për problemet? Po, në rast se për shembull gjithçka duhet me qenë ashtu jenë edhe jenë. Për shembull, momentin që personat kanë probleme, ca persona e kanë më të lehtë mëngjesin, ca persona e kanë më të vështirë mëngjesin. Ajo nuk kupton për shembull se temperatura e trupit të organeve fytyre është e ftohtë. Momentin që është temperatura yin, mëngjesi është yin. Ata do të thonë kur janë të dyja në ftohtë, ata mëngjesin e kanë shumë më të vështirë. Personat të cilët kanë temperaturë më të lartë, ata në mëngjes funksionojnë dhe ndihen shumë më lehtë. Po mbrëmja për ta është shumë më e vështirë. Gjithashtu ajo ndryshon edhe sipas muajve. Për shembull, vera tash është super yang, është super nxehtësi. Të personat cilët vetë se kanë jenë deficit, kanë më shumë nxehtësi, për ata vera është e papërballueshme, si nga aspekti mental, si nga aspekti i funksionit motorik. Unë dhe Valdrine njihemi, kjo që me nëzis po pres, ma dhanë edhe mu diagnozën, unë nuk besoj që kam ftohtë në sensi të se zakonisht nuk në ardhë. Unë jam gjithmonë i mërdhit. Të njëtën kam qenë i mërdhit. I mërdhit fizikisht, i mërdhit në shpirt, Akull, njëri akull, s'ka emocion. Valdrin, po cilat janë problemet më të zakonshme me të cilat përballen shqiptarët, po them kështu? Problemet më të zakonshme janë problemet muskuloskeletare dhe është shumë absurde se gjitha problemet muskuloskeletare të ne për një nerv sciatik ose për një problem qafës, shpatullas apo fundi shpinës, ju merr kohë 4-5 vite bojnë terapi të rregullta dhe pa sukses. Gjatë që brenda një seance, shumëta 2 seanca, unë këto i zgjidhi me veç në rast se për shembull ka anomali prej lindjes, ka lind me raste specifike. Të ata 2 raste kom pas prej që i punoj që nuk kom mujtë me asistu, se kanë qenë prej lindjes ndryshe. Po në rast kështu, për shembull, janë probleme shumë thjeshta. Valdren, nuk ndërprej. Kur e përmende nervin e sciatik, më kujtu që një shumë njerëz që e vuaj nervin e sciatik. A është për lindjes, a bëhet edhe a merr shumë kohë për me u trajtu? Përmes një seance ose shumë të 2 seanca, unë i zgjidhi të gjitha problemet muskuloskeletare. Gjatë që i marrin 5. Çka përfshin këto seanca? Me çfarë metoda trajtohen? Mix i terapive përmes balancit të organeve, përmes akupunkturës, përmes nutricionit, në rast se momentin që unë e shoh paraqitjen fizike, jam gjendje me pa gjuhën e personit që ka ardhur me bo terapi, unë e di saktësisht çfarë simptoma, çfarë probleme ka ai, nuk më duhet kurrë më shumë. Mundem me i marrë ca pulsa, me i ditë saktësisht për shembull temperaturën e organeve, edhe nuk më merr kohë për me asistu çfarë do problemi muskuloskeletar. Është e kotë nëse ti aplikon masazh ose fizioterapia te regioni i qafës, kur mushkrit kanë disbalancë edhe ato japin simptom të qafa. Apo kupton? E momentin që unë e shoh që mushkri ka nxehtësi ose mushkëni duhet tonifikim, automatikisht kur gjeneza trajtohet, këto simptomat që janë anësore, këto automatikisht shuhen vetë. Valdrin, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na i dha, gjithë ju që keni probleme me nervin e sciatik, patjetër kontaktojeni Valdrinin. Valdrin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Valdrinin, Valdrin Shkodra, i cili